Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetin e ditës sotme. Sot do të flasim në fakt për Fakultetin Pedagogjik në Universitetin e Tetovës, ku është rizgjedhur edhe në një mandat dekani profesor doktor Lulzim Mehmeti, me cilin do të flasim në lidhje me atë se si funksionon ky fakultet, të arriturat, sukseset, sfidat dhe porosit. Ndër që të kemi në emisionin ton. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, për ju dhe të gjithë teleshikuesit e televizionit Koha. Faleminderit për kontributin dhe ju jemi shumë mirënjohës që gjithmonë na nderoni me pjesëmarrjen tuaj në emisionin ton. Faleminderit dhe juve që tregoni interes, kujdes dhe gjithmonë na thirrni për të bashkëbiseduar edhe për të prezantuar të arriturat tona si fakultet. Faleminderit shumë. Atëherë profesor, jeni rizgjedhur sërish dekani i Fakultetit Pedagogjik në Universitetin e Tetovës. Çfarë paraqet kjo për juve? Për mua kjo paraqet nga një aspekt nder, por nga aspekti tjetër edhe përgjegjësi. Ta them të drejtën, është një përzierje emocionesh, në një anë krenari apo krenar për rezultatet e arritura deri më tani, dhe në anën tjetër i motivuar për të vazhduar edhe më tej për të ngritur cilësinë edhe për të avancuar fakultetin pedagogjik. Mirë po, si do ta kishit të vlerësuar mandatin e parë, të suksesshëm apo me sfida? Të them të drejtën, mandati i parë ka qenë mjaft sfidues, mirë po me bindje të plotë mund të them se kemi rezultate të cilat do të përpiqem edhe ti prezantoj në pika të shkurtra. Nga njëra anë kemi arritur të krijojmë mundësi të reja edhe për studentët tanë edhe për stafin akademik, dhe këto mundësi kanë të bëjnë edhe me përmirësimin dhe ndryshimin e metodologjisë së mësimdhënies në një mësimdhënie interaktive. Ne gjatë kësaj periudhe në ciklin e parë të studimeve kishim 4 programe studimore, i riakredituam dhe nga 2021 nga viti akademik, pra kur unë mora mandatin e dekanit, i vum në zbatim, ndërkohë që akredituam edhe një program studimor, programin e logopedis, ku ka një interes të rritur të studentëve duke patur parasysh këtë profesion dhe mungesën që tek popullata shqiptare në Maqedoninë e Veriut është evidente. Gjithashtu kemi progres edhe në aspektin hulumtues dhe shkencor. Do thotë se kemi krijuar mundësi të reja për stafin edhe akademik edhe studentët për mobilitete dhe praktika pozitive jashtë vendit. Kemi pasur konferencat e rregullta shkencore të Fakultetit Pedagogjik në kuadër të Kongresit të Shkencave Sociale dhe Humane në Universitetin e Tetovës. Dhe revista jonë shkencore Education është indeksuar tani më dhe posedon vlera të cilat i japin peshë punimeve që ne i publikojmë me anë të kësaj reviste. Kemi forcuar edhe praktikën pedagogjike, pasi me programet e reja praktika pedagogjike tashmë fillon nga viti i tretë, më konkretisht nga semestri i pestë. Dhe kemi rritur edhe përforcuar bashkëpunimin edhe me kopshtin, edhe me shkollat fillore të mesme dhe institucionet tjera relevante me të cilat bashkëpunojmë në vend edhe jashtë vendit me studentët e programeve studimore edukim special dhe rehabilitim dhe logopedi për realizim të praktikës të këtyre studentëve. Ndërkohë që edhe në ciklin e dytë kemi arritur të akreditojmë disa programe të reja studimore. E kemi programin studimor pedagogjisë sociale, edukim parashkollor, si programe të reja, dhe atë që i veçojnë këto programe janë se janë me 60 dhe me 120 kredi, që nënkupton se studentët të cilët në studime deri diplomike kanë 180 kredi, me 2 vite plotësojnë dhe mund të marrin thirrjen magjistër të pedagogjisë sociale apo të edukimit parashkollor. Jemi në prag të riakreditimit edhe të studimeve të ciklit të tretë apo studimeve të doktoraturës. Të theksoj se gjatë këtij mandati kemi 2 studentë që kanë marrë thirrjen doktor shkencës të pedagogjisë në Fakultetin
pedagogjik dhe kjo për ne është një e arritur si fakultet. Kemi forcuar bashkëpunimin në vend me institucione relevante, por edhe atë ndërkombëtar, që nënkupton se e kemi avancu aspektin e ngritjes së përforcimit kapaciteteve të stafit dhe studentëve të fakultetit pedagogjik. Pra janë këto të arritura dhe suksese me cilët do të krenoheshit ju si fakultet dhe njëkohësisht ju si dekan i këtij fakulteti. Por megjithatë të flasim pak për aktivitetet. Meqense profesor jemi edhe në javën e 7 marsit, cilat janë aktivitetet që i ndërmerrni gjatë vitit akademik si fakultet? Më thonë, nëse tash edhe njerë i rikthem më detajisht aspektit kësaj që elaborova, ne si fakultet pedagogjik brenda kësaj periudhe në bashkëpunim me shoqatën arsimi të Zvicrës, më konkretisht me zotin Mahir Mustafa, që është profesor në Zvicër, arritëm që të realizojmë për çdo vit javën e veçantë studimore dhe atë me mjaft sukses, dhe tema ka qenë edhe interesante dhe sfiduese, diverziteti natyror dhe kulturor apo biodiverziteti i malësisë, i një pjesë të malësisë së Sharrit, më konkretisht të fshatrave që gravitojnë në komunën e Tetovës dhe këtë vjet në komunën e Bogovinës. Arritëm që krahas bashkëpunimit që kemi patur me institucione relevante, të kyçim edhe 2 biznismen që e kanë sponsoruar javën e veçantë studimore këtu në Tetovë, zotin Lazim Destani, i cili e mbështeti këtë aktivitet, ishte edhe vetë prezent, dhe në komunën të Bogovinës zotin Arsim Sulejmani, i cili është një biznismen që gjithashtu është në Zvicër, Arif Sulejmani, më falni, dhe komuna e Bogovinës në krye me kryetarin Besnik Emshiu. Me thënë, ne gjatë vizitave, studentët tanë, në bashkëpunim me grupet e punës të përfaqësues të çdo fshati, kanë hulumtuar për pjesën e diverzitetit natyror dhe ati që ne quajmë kulturor të këtyre vendbanimeve, natyrisht se jemi në përgatitje edhe të botimeve që do dalin në dritë dhe do reflektojnë me të gjithë ato vlera që ne kemi arritur t'i zbulojmë edhe t'i prezentojmë para auditorit më të gjerë. Më pas kemi pasur edhe projektin për edukimin mediatik, një projekt me fondacionin Open Window apo Hapni Dritaret në mbështetje të USAID-it amerikan. Edukimi mediatik ka qenë qëllim që tek studentët të nxjisi të menduarit për të dalluar lajmet e vërteta nga lajmet e rrejshme, duke ditur se në internet qarkullojnë një numër i madh informacioneve që të kenë kujdes se si t'i zbulojnë dhe si, domethënë, këtë aftësi dhe shkasi që e marrin tek ne ta bartin më tej tek nxënësit. Më pas kemi pasur projektin mbi promovimin e shkollave të sigurta, që është një memorandum bashkëpunimi dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen edhe gjatë këtij mandati. Është kjo një projekt që e realizojmë me ndihmën e financimit të Fondacionit Pestalozzi të Zvicrës dhe Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar dhe disa partnerëve të tjerë. Kuptohet të gjitha projektet kanë edhe mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Studentët tanë, krahas informatave dhe njohurive dhe shkasive që marrin fakultet në lidhje me dhunën, llojet e dhunës, ndikimin e dhunës, demokratizimin e shoqërisë dhe mbrojtjen nga diskriminimi, do të kenë mundësi që edhe në shkolla fillore të realizojnë aktivitete ku do të tentojnë që të promovojnë mjedise të sigurta shkollore. Pastaj projekt tjetër që
e kemi pasur dhe vazhdon në kontinuitet është projekti me Bankën Botërore, ku janë të kyçur të gjitha universitetet që kanë fakultete pedagogjike në vend, pra është fakulteti pedagogjik i Manastirit, i Shtipit, i Shkupit dhe ne, dhe ky projekt do të ketë sfida të reja në të ardhmen, pra është në kontinuitet vazhdon dhe do ta përmbyllja me bashkëpunimin me Kolegjin e Edukimit në kuadër të Northern Illinois University në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me një grup studentësh dhe profesorësh në muajin shtator ne vizituam këtë universitet dhe fakultetin, ndam përvoja pozitive të punës, studentët tanë bashkë me një pjesë të stafit vizituan shkollat fillore atje që funksionojnë për të pasur si realizohet mësimi atje, dhe tani jemi në pritje të kthimit të vizitës nga profesorët dhe studentët e Kolegjit të Edukimit të Universitetit Verior të Illinois. Natyrisht se një pjesë e stafit në bashkëpunim jemi duke realizuar edhe një hulumtim, për këtë do të flasim edhe në të ardhmen, dhe kemi edhe një projekt tjetër që ka të bëjë me gjithë përfshirjen dhe politikat arsimore dhe sociale, që ka të bëjë me një fondacion të vendeve të Vishegradit, ku përfshihet pra universiteti jonë, universitete nga Çekia, nga Slovakia dhe nga Ukraina. Këto janë, domethënë, disa nga aktivitetet kryesore ku ne flasim për bashkëpunim në kuadër pak më të gjerë ndërkombëtar. Megjithatë, profesor, edhe në emisionin e kaluar kemi folur në lidhje me atë se si funksionon fakulteti pedagogjik, por në pika të shkurta për shikuesit apo për ata maturantë që duan ndoshta të regjistrohen në këtë fakultet, çfarë drejtime, çfarë programe studimore ofron dhe a ka ndonjë risi këtë vit? Fakulteti pedagogjik në ciklin e parë ofron 5 programe studimore, mësim klasor, përgatisim arsimtar të mësimit klasor prej klasën e parë deri në klasën e 5, edukim parashkollor, që ka të bëjë me arsimin parashkollor, 3 deri në 6 vjeç. Pastaj kemi pedagogjinë profesionale për pedagog, mund të punojnë si pedagog shkollash, qofshin ato në parashkollore në kopshte, në arsimin fillor, në arsimin e mesëm, në për qendra për punë dhe politikë sociale. Pastaj kemi edukim special dhe rehabilitim. Shumë studentë tanë janë kyçur dhe janë punësuar qoftë si asistent arsimor, qoftë si edukator special dhe rehabilitues, dhe tani më kemi edhe drejtimin e logopedisë, që do të nxjerrë logoped që do të merren, domethënë, me trajtimin e fëmijëve që kanë vështirësi në të folur apo pengesa në të folur. Në ciklin e dytë kemi programin studimor pedagogji, që ofron 3 drejtime: inovacione në mësim, arsim elementar dhe menaxhim në arsim. Kemi programin studimor edukim special dhe rehabilitim, që ka 3 drejtime: gjithëpërfshirjen apo inkluzionin, ka si drejtim autizmin dhe pengesat në të dëgjuar, dhe logopedin, domethënë me si drejtim me pengesat në të folur. Kemi pedagogjinë sociale dhe edukimin parashkollor, dhe ciklin e tretë ku kemi 2 drejtime, domethënë kemi programin studimor pedagogji me drejtimin e mësimdhënies dhe politikave arsimore. Faleminderit profesor për këtë ilustrim kaq të bukur në lidhje me atë se si funksionon fakulteti pedagogjik, por tani të kalojmë të flasim në atë që ku është roli i mësuesve, i arsimdhënësve në disa problematika dhe fenomene në shoqëri apo në shkolla. Një ndër problematika tek të rinjt sot e që duhet të ketë ndikim arsimdhënësi ose mësuesi apo stafi pedagogjik është një fenomen negativ siç është bullizmi, e që kohëve të fundit është shumë i përhapur në shoqërinë tonë. Cili është roli i shkollës në luftën kundër këtij fenomeni? Unë e përmenda edhe pak më herët, me thënë se ne jemi në një projekt dhe do bashkëpunojmë si fakultet pedagogjik me shkollat fillore të komunës së Tetovës,
me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë drejtorët e shkollave, përfaqësuesin për arsim të komunës së Tetovës, që gjithmonë kanë bashkëpunuar me ne në realizim të praktikës pedagogjike dhe aktiviteteve që kemi pasur me shkollat, si dhe drejtoreshën e Kopshtit në Tetovë, me cilën gjithashtu kishim një aktivitet gjatë javës së veçantë, në të cilën një mësimdhënëse me përvojë nga Zvicra, Erika Masina, bashkë me një edukatore me përvojë nga Kosova, erdhën dhe mbajtën trajnim për të gjithë edukatorët që janë dhe realizojnë aktivitete në gjuhën shqipe në Kopshte në Maqedoninë e Veriut, më konkretisht në pjesën perëndimore të vendit, nga Struga e deri në Likov. Dhe ky trajnim ishte trajnimi bazik dhe me të vërtet kishte shumë sukses. Jemi në pritje edhe të trajnimit avancuar, ku në fokus ishte mësimi përmes lojës. Sa i përket çështjes së dhunës dhe bullizmit, ai ekziston, tash shfaqet edhe në forma të ndryshme, është mjaft aktual edhe cyberbulizmi, duke pasur parasysh se interneti merr një rol të veçantë dhe një hof të përdorimit nga ana e të rinjve, dhe ajo që duhet të potencojmë në këtë rast se shkollat duhet të krijojnë një ambient pozitiv, ku çdo nxënës do të ndihet i respektuar dhe i mbrojtur. Në këtë drejtim duhet të ketë, domethënë, aktivitete ku do promovohen shkollat pa dhunë, komunikimi nuk do të mungoj, do të ketë komunikim të hapur dhe do të ketë bashkëpunim dhe edukim në aspektin e zhvillimit të shkatësive socio-emocionale me anë së cilave mund të tejkalohen këto probleme tek nxënësit, duke respektuar protokollet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës i jep për shkollat. Dhuna nuk mund të ndalohet tërësisht, sepse ajo do të ekzistojë, por mund të parandalohet dhe të zvoglohet, duke u trajtuar në mënyrë kontinuale dhe sistematike. Përveç bullizmit, profesor, gjithashtu dhe loja në rrjetet sociale jep një impakt shumë negativ tek të rinjët, sidomos në shëndetin e tyre. Ka lojra shumë të rrezikshme, në ndërto pirja e paracetamolëve, cilët të ri mund më shumë të pinë barna të cilla kundër temperaturës, pastaj edhe disa loja të tjera me kërcim që kishin edhe lëndime fizike. Këtu ku është roli i pedagogut? Janë evidente, domethënë, këto dukuri në shoqërinë tonë, ne lajme të tilla dëgjojmë vazhdimisht edhe i ndjekim. Ajo që duhet të potencohet është ndikimi i rrjeteve sociale dhe internetit në shëndetin mendor të fëmijëve. Dhe në këtë drejtim, shkollat duhet të ndërmarrin aktivitete ndërgjegjësimi që të bashkëpunojnë me prindët dhe komunitetin dhe të mund që të bëhet edukimi dhe ndërgjegjësimi i gjeneratave të reja në përdorimin pozitiv dhe të balancuar të teknologjisë, më konkretisht të rrjeteve sociale edhe të internetit. Nuk themi se rrjetet sociale dhe interneti nuk e kanë atë vlerën pozitive, mirë po ajo që është për të potencuar është se në kohë fundit nuk përdoren për aspekte pozitive, por përdoret për keqpërdorime. Të rinjt duhet të ndërgjegjësohen që t'i kuptojnë informatat e rrejshme, pasojat nga ato dhe në këtë mënyrë të ndërgjegjësohen që të mund, të parandalohen këto dukuri që janë duke u paraqitur dhe janë shqetësuese në veçanti për prindët, por edhe për shkollën si institucion e cila ka atë komponentën edukative dhe arsimore, pra që duhet të forcohet komponenta edukative edhe më tej. Por roli i shërbimit pedagogjik në për shkolla, ku është në këtë rast? Roli i shërbimit pedagogjik, në shkolla është që të ruhet mirëqenia e nxënësit. Pedagogu, psikologu, edukatori special dhe reabilituesi, punëtori social, bibliotekisti, si bashkëpunëtor profesional, gjithmonë duhet
t'i trajtojnë problemet që kanë të bëjnë me aspektin social, që kanë të bëjnë me aspektin emocional dhe edukativ, dhe në këtë mënyrë të marrin masa që të parandalohen devijimet e ndryshme që paraqiten në shkollë. Nënkuptohet kjo se pa një bashkëpunim të mirëfillt me prindët dhe komunitetin, kjo nuk mund të arrihet, dhe në këtë mënyrë të ndikohet në ngritjen e performancës së nxënësit, sepse çdo devijim ka të bëjë me performancën dhe rezultatet e nxënësit në procesin mësimor. Pedagogët krahas kësaj, edhe shërbimi profesional bashkë me psikologun, siç përmenda, edukatorin special, riabilituesin, punëtorin social dhe bibliotekistin, duhet të punojnë edhe në zhvillimin profesional apo në përforcimin e kompetencave profesionale të mësimdhënësve, përfshirë këtu jo vetëm për realizim të suksesshëm të mësimdhënies, por edhe për trajtim të dukurive negative që paraqiten tek nxënësit. Por si duhet të funksionojë trekëndshi pedagogjik prind, nxënës, pedagog apo arsimtar në mbarvajtjen e procesit arsimor? Tani mund të flasim për shumëkëndshin pedagogjik, sepse këtu shkolla hapet edhe ndaj komunitetit, dhe ky bashkëpunim duhet të jetë mbi saj të partneritetit, mos ketë dominim, sepse në momentet kur kemi dominim, domethënë aty palët tërhiqen, nuk janë të interesuar, duhet të bazohet në sinqeritet, në transparencë, në vendimarrje të përbashkët dhe një qëllim të përgjithshëm, e ai qëllimi i përgjithshëm është, domethënë, të arriturat e nxënësit dhe rezultatet pozitive të tij, edhe në aspekt arsimor, por edhe në aspekt edukativ. Cilat ishte porosia juaj për në fund, profesor? Detyra jonë është që duke ditur se përmes arsimit arrim të përforcojmë të gjitha shtyllat e shoqërisë, është që ne të përpiqemi të ndërgjegjësojmë mësimdhënësit që i përgatisim si studentët tanë, si mësimdhënës të ardhshëm, që në punë me nxënësit të kenë përkushtim, sepse është mision që pedagogjia përmes aktiviteteve në shkolla të arrijë të krijojë qytetar edhe të ndërgjegjshëm, edhe të përgjegjshëm, që do mund të sjellin edhe zhvillim ekonomik, edhe zhvillim shëndetësor, edhe aspekt të sigurisë, edhe të mbrojtjes, pra do mund t'i përforcojnë të gjitha sferat e shoqërisë që sjellin progresin e vendit. Në këtë mënyrë, me përforcim të kapaciteteve dhe rritje të standardit jetësor, ndoshta do të ndaleshte edhe migrimi, pasi migrimi ndodh si fenomen global në të gjithë botën, por tek vendet tona në kohë të fundit është pak më i theksuar. Uroj në një emision tjetër të flasim edhe për shkaktarët dhe faktorët që bien deri në migrimin dhe si të parandalohet ai. Ju falenderoj shumë, profesor, që ndat nga koha juaj për të qenë sot pjesë e emisionit tonë dhe për të na nderuar, duke ju uruar edhe një herë kështu edhe një mandat tjetër të dekanit të Fakultetit Pedagogjik në UT. Faleminderit, juve ju dëshiroj suksese në punën tuaj dhe jemi gjithmonë të hapur për mediume. Sa herë që ne do të realizojmë aktivitete, ja shfrytëzoj rastin në prag të festës së 7 marsit, ditës së mësuesit, që të uftoj ditën e premte. Universiteti i Tetovës do të ketë program qendror, ku do të nderohen edhe personalitete të caktuara që të përcjellnin aktivitetet e Universitetit të Tetovës dhe Fakultetit Pedagogjik, dhe të shfrytëzoj rastin që të falenderoj kolegët e mi për mbështetjen, për punën ekipore që realizojmë, falenderoj edhe rektorin e Universitetit të Tetovës, bashkë me stafin e tij, senatin që gjithmonë janë në mbështetje dhe në përkraje tonën si Fakultet Pedagogjik. Ju falenderoj shumë që na nderuat. Respekte. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak.